Mesditën e sotme një incident i rënd ka ndodhur në afërsi të mbikalimit të Rinasit, ku 2 të rinj janë plagosur pas një konflikti që sipas policisë ka nisur për motive të dobta. Fabio Arifa, 25 vjeç, ka marrë një plumb në këmbë dhe po trajtohet në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë 22 vjeçari Christian Latifaj është plagosur me sende të forta dhe gjithashtu po merr trajtim mjekësor, por në të njëjtin spital. Pas ngjarjes, autorët u larguan me një automjet i cili më pas u gjeti braktisur pranë vendit të ngjarjes. Policia po heton për të identifikuar pronarët e makinës dhe për të zbuluar se si autorët vazhduan arratisjen. Hetuesit kanë ngritur pisa të ndryshme hetimore, ndërsa po shqyrtohet edhe pamja e kamerave të sigurisë nga zona për të kapur më shpejt autorët. Forcat e policisë kanë vendosur disa pika kontrolli në hyrje dalje të Tiranës dhe po vijojnë kontrollet intensive në rrugët kryesore dhe në zonat përreth, si dhe në ambientet e tjera të dyshuara me qëllim kapjen e autorëve. Të plagosurit nuk kanë dhënë ende deklarata përpara hetuesve, duke vështirësuar identifikimin e shkakut të konfliktit dhe autorëve. Hetimet vijojnë dhe autorët janë ende të pa identifikuar, ndërsa policia siguron se nuk do të kursejë asnjë mundësi për t'i kapur.